Përshëndetje, mi kanë dërgu 2 video. Intervistën e princit Mohammed bin Salman, që është botu në televizionet e Saudis, dhe ma kanë dërgu edhe një video të shkurt në lidhje me një do këtë ishte bosnjakaj, po në gjuhën sërbe shta Izrael planira na Balkanu. Është në gjuhën sërbe, shumica e shqiptarëve të Shqipërisë nuk e njohin gjuhën sërbe, po këto që janë në Kosovë, në Maqedoni, e njohin, flet dhe Llomotit dhe mbetjet turko-osmane. Mbetjet turko-osmane që janë në Kosovë dhe në Maqedoni, që nuk e ndin vetëm shqiptar, mendojnë se ka fol profeti i tyne, që ka fol ky bosnjaki, që vetëm pak t'u tregoj, ta shihni, që ndëgjoni. Izrael smatra Balkan bitnim iz 2 razloga. Prvo, to je Balkan sam po sebi geopolitički vrlo bitan i zanimljiv, tako da oni hoće da imaju... Pra, ka emrin Dr. Jahja Muhasilović, politički analitičar. Dhe më thonë Jahja Muhasilović, analist politik, i ka dikon 8100 lloj. Kuptohet shumica janë sërb dhe tuq që e kanë bon kështu me fejt turkut, 858 komente. Këtë ma kanë dërgu edhe këtë që shpesheni princit Mohammed bin Salman. Autoritetet e Saudisë 99%, dëgjoni mirë, te që i ki je shumë ma i rison, që ende je programum, ende je qërum. Unë i kam 59 vjetë dynjas, për 60, që 20 vjetë mirëna me germat e Koranit. Pavarësisht ka thot Saudia, se një pjesë e njerëzve sot në Saudi thonë se Kurani, mushafi, është shkruar në kohën e mbretit Abdul Malik ibn Marwan. Disa thonë që Muhamedi nuk ka ekzistu fare, e kanë kriju. Jo Tim Shkupi, nuk thot Tim Shkupi, Tim Shkupi bazohet e kopjet e vjetra të mushafit që janë në muzein e Kairës, që nga koha e perandorit tret të Hazreti Osmanit. Dhe ju këmë thonë, kur i marmi të gjitha kopjet dhe i analizojmë, janë identike. Jam i pari të shqiptar që e këmë dhonë lajmin. Dëgjën e mirë dhe përcjellën e shpërndone, ty ndihmojmë shqiptarve që dojnë me met të zurretit i lirët milletit Skanderbeg, pak para shpërthimit bombave të mlaja. Të shpotoni, mos t'jeni në onën e gabume, politika mbetet politik, politika nuk është besim, liria është mbi të gjitha, Pra, mos më konë që ka budal, që shkojnë me ba haxhin, me gjujt shejtonin, me gurin meke. Këto Saudis, se kanë thonë, 99% haditheve i kanë hek, që ndëgjoni prallana për xhamijat e Kosovës dhe të Maqedonisë, se këto të Shqipërisë nuk pak mirën me këtë punë. Po mos më konë që ka budal që shkojnë në qabe me bota tavafin, që është një lloj biznesi me miliarda, to të Saudis i kishin nxjerr
të gjitha 100% të ashtu quajt, ose thonjë një 1% prej atyre 100% mund të jenë sakta. Mirë, por një grup i madh i njerëzve thonë se nuk ka ekzistuar. Unë ju kam thonë, profeti i fundit nuk e ka pas emrin Muhammed. Muhamedi është vlerë e Kuranit. Ti ndjek Kuranin, je Muhammed, kurse ti që ke shku në medrese. Kanë mashtru. Edhe mu njetë më kanë mashtru si ty. Po, unë jam konë njeri që e kum desh të vërtetën, me mësu të vërtetën. Kurani është libër, këmë thonë, është mushaf. I ka zbrit një njeriut që ka jetu. Mirë, po ajo konë shumë tip sekret, ajo konë njeri normal, ajo konë njeri që vetëm e ka dhonë tekstin edhe ka ik, kurse këtë Muhammed që na ka mësu neve na po shkolla, është Muhamedi i Bagdadit, nuk ka të baj kur të zhambre me Kur'an. Kur të zhambre nuk ka të hapi sytë. Unë i kumë bo tiki 25 vjetë më thu mu, Zotit të dhëzoft. Nuk e pranon bre Zotit thirrjen tone, se ti nuk i Zot. Më të pranu ty Zotit dosh me hap sytë. Mos me qenë të ajeti 6 i surës El-Bakara, inna alladhina kafaru sawaun alejhim, që ju nuk i kuptoni, juve kret gabimisht va kam mësu. Një që shmi kam mësu dhe mu, po i mi konë do, unë jam konë më rebeli për rebelave në studime, edhe kështu. Ju kini, kur ju këmë thonën që kini me marë bomba, shok, terapi, kini me thonë që ka të ndodhë, që kjo është ka të ndodhë. Qëfar interesi kam? Kur far interesi s'kam? Po shka une me rrejt, unë vetë vetëm nuk e rrejt fare, me rrejt dikonin. Kur ju thot tim Shkupi, fe turkut është fe turkut, pranoje si fe turkut, ndjehu si turk thirët Turqia. Po, analisti boshnjaki, shka planifikon Izraeli. Dhe më thonë, Izraeli planifikon, dëgjoni mirë, Izraeli është mik i shtetit shqiptar, Shqipnijës. Gjithashtu Izraeli është një nga shtetet që ka njoftë edhe shtetin e Kosovës. Gjithashtu Izraeli nuk ka tendencë agresive ndaj shqiptarëve. Si shtet, hebrejnët si hebrejnë ka një simpati për shqiptarët për shkak se shqiptarët janë kujdes për hebrejnët gjatë luftës ditë botërore dhe i kanë marrë për kujdesje kur ato kanë qenë persekutuar nga fashistët e Evropës. Ju mbetje Osmane, ju që jeni Kosovë dhe në Macedoni, një pjesë edhe në Serbi, dilni tregoni hatasi që nuk jeni shqiptar. Është çliroheni, unë kam dëshirë t'ju ndihmoj juve. Unë e di që aksidentalisht e flesni ju shqipen. Unë e di që jeni shqiptarizu për shkak të fejs turkut. Po kemi çka më ju bon. Është mirë të ktheheni në rrënjët e juaj. Sa bani egzaltoheni, çka ka thonë boshnjaki në Bosnje, për Shqipnijën, se Shqipnia është shteti Amerikës, po, është aleati Amerikës Shqipëria. Edhe Kosova, edhe Shqiptar, janë aleat Amerikës. Kjo është e vërtet.
A ka qenë nuk ka ardhur Amerika me vëndu pushtet mbi neve? As në Kosovë, as Shqipëri. Nuk ka ardhur me vëndu pushtet. As nuk ka ardhur më na diktu, më na thonë cilin Zot me besu. Nëse do të me forë se Amerika qenë ka shtet sionist, Shqipëria unë shtet sionist, dhe ndjek rrugën e sionizmit, ju që shini ëndra, ju mbetje turko-osmane. Pa fakte, pa prova, pa argumente. Se juve ju thohet gjuha me thonë një fjallë, se Amerika asnjëherë nuk e ka pas tokën shqiptare koloni. Anglia nuk e ka pas asnjëherë. Pse? Pse nuk e pranoni se tokat shqiptare koloni kanë pas jene qeret e sultanit? Pse? O mbetje turko-osmane. Nëse keni frikë prej sërbëve, s'keni frikë prej sërbëve. Nëse ne po dojmë ju të çliroheni, kur gjonë s'ka të keqe vllon, nuk je shqiptar, hec. Le shqiptar të rahat, ke furë rasisht shqip. Una habitna me disa, është fakt se neve na kanë prejkë edhe germatve, edhe germat na I kanë prejkë, edhe emrat na I kanë prejkë, edhe gjuhën kanë marrë popi ortodoks dhe sultani, Sultan Hamiti, para 200 vjetëve, gjuhën që është folë, që kjo gjuhë që e flasë edhe unë sot, e kanë shpallë gjuhë shejtanit. Nuk ka ardhur Amerika me shpallë gjuhën shqipe gjuhë shejtanit, as nuk ka ardhur Anglia me shpallë gjuhë shejtanit, as nuk ka ardhur Gjermania me shpallë gjuhën shqipe gjuhë shejtanit. Po kush e ka shpallë? Sultan Hamiti dhe popi I patriarkanës Stambollit. Pas këtyre deve kush? Historia është e freskët e hoxhallarëve. Gjuhën shqipe e kanë quajtur gjuhë çafirave, gjuhë kaurit. Në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të zgjedhet një musliman kryetar, major I New Yorkut. Gjithashtu edhe në Londër mund të zgjedhet një musliman, major I Londrës. Por, nuk mund të zgjedhet një musliman, Moskë, major I Moskës, pavarësisht që Putini I shfrytëzon në bimbashtë e tij fukarat e botës muslimane marrë me liftu në Ukrainë për Rusinë. Mund gjeni një musliman, ju që mendoni se perëndimi është kundër muslimanëve, ju jeni rrenca, ju jeni mashtrues, ju as vetë nuk e doni. Në një parë ju këmë thonë ata që kanë dhënë pare mas shumë për të ekzistu shteti Palestinës, fondet më të mëdha që kanë qenë fondet e kryqalive të Evropës. Pse me nuk dul një shtet si Saudia, si Emiratet, si Kuvajti, si Jemeni, me morë 100 vetë refugjat. Pse? Nëse flet shqip, ti si musliman, si hoqë, ki shuat mjekën kështu, adele dhe mendoni kem lidh do njerëz ignoranta, mund të respektoj, po mos I ban muslimant armiqt perëndimit. Se ai Mamdani është musliman, po bo kryetar major I New Yorkut. Është musliman. Nëse ti e sulmon Amerikën, nëse ti e sulmon perëndimin, atë në fjalët e Shqipës, normal, ne kena me bë pyetje. Pse e ban ti këtë?
mi dankos shqiptarët mi armiqësu me Amerikën, nëse ti armiqëson shqiptarët me Amerikën, me Perëndimin. Në favor të kujt e ban? Shkruan dikon në Bibël? Shkruan në Kur'an? Lere që nuk shkruan në Kur'an, nuk shkruan as në ato hadithet e tua, as në ato prallat e tua. Atër vetë të ju, e gjenë përgjigje, dhe themi, si ky, që ka vënu një uniform, të fejës turkut, e ka shku një mikër, gjoja, flet në mund pengamerit, që nuk e din një germ të Kuranit, edhe mirët me lirinë të tjerve, me besimin të tjerve, apo shë, unë po të thamë, mos janë miqëso muslimant e to, nuk po të thamë shqiptar, muslimant ku beson ti, mos janë miqëso me Amerikën, se muslimoni u bo major i New Yorkut. Nëse sjellësh mirë e merr krejt Amerikën. Nëse je njeri mirë e merr krejt Amerikën, edhe musliman nëse je. A nëse do më armiqësu shqiptarët me Amerikën, atëherë me daulle ti je me një mision të caktuar. E misioni yt është në favor të Serbisë, të Rusijës dhe të Turqijës. Nuk kam nevojën e me shku në Londër përmes Stambollit. Shkoj përmes Tiranës. Tirana International. Përmes Vlorës nesër, kur ndërtohet aeroporti në Vlorë. Për shka të na me shku përmes Stambollit? Ju Jugoslav, që thojshi dikur, rruga e Kosovës për Evropë është përmes Beogradit, edhe jo vdesht. Jeni të edhon frymën e fundit. Jeni në të gjitha partitë e Kosovës. Kjo është turpi juve që nuk doni mos zhu prej gjumit. Unë nuk i haforat e analistave të Bosnjës, se prej Bosnja u bo linqimi mi linqur shqiptarët e Kosovës për mes hoxhallarëve të Sarajevës, Prishtinës, Shkupit. Kjo është e vërteta. Vjeqa jo ko. Wake up. Smuni mo. E do thu jam turk, kur gjon, kur kujt, vlo, nisja dhe fol turqisht. Shka ka më konë, Shkupi, ku jam të jetu, une është krejt turq. Unë nuk po shoh shqiptar më në Shkup. Po jam kondër ty një, jo. Mo te që ma kidnapon shqiptarien, për me shkatru të ardhmën e shqiptarve, nuk kina më të leju, kina më të thonë turk. Pra problemi është të ju, Jugoslav, dhe të ju mbehti turko osmone, që me ndoni se ka diçka të mirë në Bosnjë. Kur qatë mirë nuk ka në Bosnjë. Macedonia është as në tokë, as në qiell. është antore e NATO-s, nuk ka shumë banor, këto 1,5 milion janë. 1,5 milion. Nëse vendos Amerika me ikë, ju jeni në ndikimin rusës sërbo-turk, edhe unë e pranoj këtë. Po mos u merrni me Shqipëni, mos u merrni me Kosovë. Mos i armiqësoni muslimant nëse i doni me Perëndim, se Perëndimi va ka hap dyrt. Kur ato nuk kanë qenë të udhëzuar në Afganistan, si ka udhëzu Allahi në Afganistan, Pakistan, në Irak, në Siri, nuk i ka udhëzu, u kanë desht me emigru për këtyre shteteve, me shku Perëndim, Allahi mi udhëzu, u shkollu me bapare, edhe mu bo edhe majora, edhe mu bo edhe njerëzi me lek shumë.
Pse va prishni muslimanve të juve rahatllëkin perëndim? Jo të këtu ushit, e keni gale Serbijet. Duni më konë të kujdesshëm, pashanizë sot do të më konë të kujdesshëm. Duni më konë të kujdesshëm se kur fol ti si shqiptar, ti fol pse mund ta si shqiptar se fol shqip, fol kundër Amerikës, ti ujin e çon te Serbia, edhe te Greqia. Te të gjitha armiqët e shqiptarëve çon ujin. Se s'kem nevojë na me pas armiq. Ne s'kem nevojë me pas armiq edhe me këto shtete çka I përmenda. Kem nevojë me jetu në paqë. Kush të jep ti drejt, ne mund cilit zot. Ne mund cilit sa zot, unë vetë ku më thonë, muslimanët kanë shumë zotra. Se me pas një zot, ishin bashkë në komunë Butelit, e këshin marrë Butelit. Po muslimanët nuk kanë një zot, kanë shumë zotra, pse janë ndonë përçanë në shumë sekte. Feja e Turkut është e fort vetëm ku janë kufit e Republikës Turqisë. Atje funksionon po. Atje funksionon, ama jashtë këtyre kufive tyre nuk funksionon. Nuk thehet Shqipnia në memleket Turqënijës. Harroni këtë muhabet, harroni këto ondra. As Kosova. 18 shtetet kryqit, ne kanë sulmu Serbien vitin 1999, kur në Kosovë atëherë kur kush I ka çu bëth për pjetën apo rrugë, gjaja po falin namaz. Qish falin New York e në Londre. Keni çau. Jo dilni kallzoni. Unë më kon si ju dal me emën, mu shumë penga. Ju nuk jeni pastër në zemër. Jeni prisht në moral. Prandaj jo rreni si zvaranik. Si zvaranik rreni. Ju përshëndes, ju du shumë, muni me shku mu bo, abonus të kanali Zoni Shqipi Koronit, ta rrismi këtë vërtet, se vërtet ne e kemi formulin e sakt, ne e kemi qesin e suksesit. Nuk vjen Amerika me kolonizu Shqiprien, as nuk e kolonizon Kosovën, as Izraeli nuk vjen me kolonizu Amerikën, as nuk vjen me kolonizu Kosovën. Edhe one jam që toka, jam I pari që këmë thonë toka I takon shtetit. Nuk ju takon bashkësive, tash të shuajtura. Muslimone, ortodokse, katolike. Toka është e Shqipnis. Shqipnia është e Zotit. Pik. Munësh me përdor tokën për 100 vjet, mas 100 vjetve, sukur në Londër, mas 100 vjetve e ban kontratën e rej. Toka është e Shqipnijës, Shqipnia është e Zotit. Vjen keq, që si një mësume në dëgju të vërteta, jo betje turko-osmane, që ne keni fliq kombin, është mirë jo të ktheheni të rrënjët e juaja, dhe t'i leni rahat shqiptarët që thonë feja e shqiptarit të shqiptaria.